miratuam 3 projekt ligje shumë të rëndësishme që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë 3 projekt ligje që janë pjesë e kapitullit 6, i cili është një kapitull i lidhur me shoqëritë europiane. Ne kemi një paketë prej 9 ligjesh në fakt për të miratuar, të cilat do të garantojnë që ne, pra shoqëritë tregtare shqiptare, do të kenë të njëjtat kushte dhe të njëjtat mundësi që shoqëritë europiane kanë. Konkretisht sot ne miratuam 3 ligjet, të cilat lidhen me statutin e shoqërive europiane. Ky ligj krijon një kuadër ligjor, i cili më parë nuk ka ekzistuar, i cili është në përputhje me të gjithë legjislacionin evropian dhe i cili do t'i hap rrugën një bashkëpunimi më të mirë të shoqërive shqiptare me shoqëritë europiane. Ligji i dytë që miratuam është ligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit, gjithashtu përmbush kuadrin ligjor për shoqëritë europiane, dhe ligji i tretë lidhet me grupimet ekonomike me interes europian. Siç thash, të 3 këto projekt ligje pritet të miratohen në parlament brenda muajit qershor, siç kemi dhe brenda muajit korrik, siç kemi dhe dakordsuar me agjendën tonë me Bashkimin Evropian, po ndërkohë do të plotësohen me një grup tjetër ligjesh, të cilat ne i kemi gati, jemi në pritje të miratimit final nga Bashkimi Evropian me qëllim që t'i kalojmë në parlament. Në total, si thash, janë 9 ligje, të cilat janë në përputhje të plot me direktivat e Bashkimit Evropian për shoqëritë tregtare dhe do t'i hapin rrugë bashkëpunimeve me shoqëritë europiane, aksesit në projekte të përbashkëta me shoqëritë europiane dhe të drejtat barabarta të shoqërisë tregtare shqiptare me ato europiane. Një vendim tjetër shumë i rëndësishëm që ne miratuam sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave lidhet me përfundimin e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Më ndryshe thënë, ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.